Eksponent të lartë të Partisë Demokratike zhvilluan omazhe me rastin e 28 nëntorit në varrin e plakut të urtë të pavarësisë Ismail Qemalit. Në fjalën e tij pas vendosjes së kurorave me lule, Flamur Noka uroi pavarësinë dhe i gjithë shqiptarët për festën. Noka tha mes të tjerash se Shqipëria është një vend tashmë i kapur nga krimi i organizuar në një regjim diktatorial. Partia Demokratike në këtë ditë feste kombëtare, në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, uron gëzuar këtë festë, gëzuar këtë ditë të madhe çdo shqiptari. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbreu ngriti flamurin në Vlorë, është dita Skënderbreu ngriti flamurin në Krujë, është dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe është dita kur u shlirua Shqipëria. Prandaj kjo ditë është ditë e bekuar dhe e shenjtë për shqiptarët. Jetojmë në një kohë që fatkeqësisht festohet kjo ditë në nkëthetrat e një regjimi, narkoregjimi, i cili është i ngërthyer nga gjithë anët me krim, korrupsion dhe drogë. Jetojmë në një kohë dhe festojmë këtë ditë në një kohë kur narkoregjimi është i kapur në skandale të pafundme korrupsioni, siç është rasti i tunelit Llogaras apo i aeroportit të famshëm të Vlorës, dhe Shqipëria ka nevojë për një qeveri teknike, ka nevojë që duhet të njohë institucionin dorëheqës dhe ka nevojë që kjo Shqipëri të ndjehet ashtu siç e meritojnë, që shqiptarët të ndjehen ashtu siç e meritojnë dhe jo në diktatin e narkosit, në diktatin e korrupsionit dhe në diktatin e karteleve të drogës.